Në gjykatën penale, askush nuk dëshiron të merret me amnistin për 27 prillin e përgjakshëm në kuvend. Deri sot mëshirë nga shteti kanë kërkuar 27 nga 33 të akuzuarit për rrezikim terrorist të rendit kushtetues. Kreu i kuvendit thotë se ligji për gjuhët dhe ndryshimet kushtetuese do të shpallen bashkë në gazetën zyrtare. Nuk komentoi ligjin për statusin e deputetëve, por Xhaferi tha se pas mbarimit të mandatit ata nuk mund të gjurmojnë nëpër kontenjer. Në gjyqin për rastin TNT, Sefer Canovski dëshmoi se kishte kërkuar ndihmë nga Ali Ahmeti dhe Orce Kamçev për të parandaluar prishjen e objektit Kosmos, por se nuk kishte marrë kurfar mbështetje. Edhe pse u tha se Agjencia Teknike Operative do të ketë të drejtën ekskluzive për përgjim me ndryshimet në shërbimet e sigurisë, pritet që edhe DSK-ja tani më të ketë pajisje dhe të drejtën e përgjimit. I ndar mes shkollës, Kongresi i Manastirit dhe Lizje së Sindikatave, Universiteti Nën Tereza do të ndryshojë sërish lokacionin. Përveç kësaj, ka ndryshuar edhe vendin e ndërtimit të objektit të ri. Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me lajmet orës 16. Në gjykatën penale në Shkup të gjithë ikin nga kërkesat për amnisti. Gjykatësja Dobrilla Kacarska, e cila udhëheq lëndën për dhunën në kuvend, nuk dëshiron të vendosë për amnistin. Por kryetari i gjykatës pohon se pikërisht ajo duhet të vendosë për kërkesat për amnisti. Deri më sot mëshirë nga shteti kanë për 27 prillin kanë kërkuar 27 nga 33 të akuzuarit për rrezikim terrorist të rendit kushtetues. Deri në mesnat, kryetari i gjykatës penale Ivan Gjolev duhet të saktoj cili gjykatës do të vendose për kërkesat për amnisti për rastin e 27 prillit. Kërkesat për falje kanë arritur në adresë të Këshillit Penal, por gjykatësit e këtij departamenti i kanë dërguar tek gjykatësja Dobrilla Kacarska, e cila merret me gjykimin e lëndës. Ndërsa Kacarska, kërkesat i ka kthyer prapë tek kolegët e saj, pasi ajo vlerëson se nuk është ajo instanca e cila duhet të marrë vendimin përfundimtar. Dhe derisa janë në gjykatën penale Shkupi 1, po e hedhin në përgjegjësinë për atë se kush duhet ta zbatojë amnistin selektive, kryetari i gjykatës personalisht nuk ka dilema rreth kësaj. Mendimi im personal është se Këshilli Penal është kompetent për lëndët për të cilat tashmë ka gjykim, ndërsa për rastet që janë në rrjedhësi, siç është 27 prilli, kompetencat i ka Këshilli Gjyqësor, respektivisht gjykatësja Dobrilla Kacarska. Deri më sot, 27 nga 33 të pandehurit për kërcënim terroriste ndaj rendit kushtetues kanë kërkuar mëshirë. I pandehuri Jane Qento, me shkrim e ka njoftuar gjykatën se ai nuk do të kërkojë amnisti. Edhe Igor Durlovski përmes Facebookut njoftoi se nuk do të kërkojë falje, por se në gjykatë do ta dëshmojë pafajësinë e tij. Nga gjykata penale kanë arritur edhe 30 kërkesa të reja për amnisti që kanë të bëjnë me ngjarjet e tjera në këtë rast. Në mesnat s'ka donafati për dorëzimin e kërkesave për amnisti. Ata pastaj do dërgohen deri në prokurori, e cila duhet të japë mendim nëse kërkuesit e mëshirës i plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj. Megjithatë, qëndrimi i prokurorisë nuk është i detyrueshëm për gjykatën, e cila vetëm do ta marrë parasysh mendimin e dhënë. Të gjithë ata që do dorëzojnë kërkesë për amnisti dhe nuk e marrin atë nga gjykata penale, do të kenë të drejtë ankohen në apel. Përndryshe, ligji i amnistisë nuk do t'i përfshijë organizatorët, individët që kanë kryer dhunë fizike, ata që bartnin maska, si dhe persona zyrtar që i kanë tejkaluar kompetencat e tyre. Ndërkohë, kreu i kuvendit Ala Xhaferi përsëriti edhe një herë se nuk do të presin presidentin e ri për t'i dorëzuar në gazetën zyrtare ligjin për gjuhët dhe ligjin kushtetues. Të njëjti do të dorëzohen në pjesën e 2 të janarit, kur edhe duhet të miratohen ndryshimet kushtetuese. Bashkarisht i kupton që me kohë që bashkarisht do të shkojnë të di ligjet në gazetë zyrtare. Kryeparlamentari Xhaferi në këtë mënyrë le të kuptohet se për ligjin e gjuhave dhe atë kushtetues nuk do të pres presidentin e ri, duke shtuar se për obligimet institucionale nuk ka nevojë për marrëveshje me kreun e shtetit. I pari ligjvënësit thonë se kuvendi nuk do të rrijë duar kryq ndaj praktikave të Ivanovit për të mos dekretuar ligjet. Nuk kam nevojë të merrem vesh me askënd për kompetencat kushtetuese të institucioneve. Ivanovi është i obliguar që të bëjë atë, por ja që nuk e bën, dhe vlerësoj se kjo është një çështje e absorbuar.
Kuptohet që vullneti i kuvendit nuk mund të ndalohet dhe kjo çështje do të realizohet. Mbi idenë e zgjedhjes së presidentit në kuvend, Xhaferi shtoi se është çështje debati i kamotshëm mes partive politike, por për realizimin e saj nevojiten ndryshime kushtetuese. Xhaferi doli në mbrojtje të idesë për ligjin i cili do t'i garantonte beneficione deputetëve pas përfundimit të mandatit. Ai ironizoi duke theksuar se është e papranueshme që pas 4 viteve, i zgjedhuri i popullit të kërkojë lëmosh në kontenjer. Në të sa i përket idejës për ligj për deputetet, nuk mund të prononcohet njëri për aspektin ideor, për idenë. Unë mund të prononcohem për tekstin konkret, nëse ka propozim konkret, ose draft konkret, atëherë mund të them që bën ose nuk bën. Kështu që hipotetikisht nuk mund të përcaktohem për hipotezë. Xhaferi e vlerësoi si produktiv vitin 2018 për kuvendin, duke kujtuar miratimin e ligjit mbi përdorimin e gjuhave, ratifikimin e marrëveshjes së Prespës, ndryshimet kushtetuese, ligjin për amnistinë e 27 prillit dhe pakon e ligjeve reformuese. Ndërkohë mëngjesin e sotëm janë hequr tendat dhe shtëpizat improvizuese para kuvendit në të cilat kanë qëndruar me muaj të tërë protestues televizjes Maqedonia Bllokon. Në orët e mëngjesit u gjetën duke mbledhur gjësendet e tyre që kanë pasur në tenda, ndërkaq shprehën revoltën e tyre për këtë akt jo demokratik, siç e quajtën ata. Tendat janë hequr nga ana e ndërmarrjes komunale Parqe dhe Gjelbrime, të cilat thanë se vendosja e tendave ka dëmtuar hapësirat e gjelbra të parkut përballë kuvendit, aty ku kanë qëndruar protestuesit të cilët kundërshtojnë ndryshimet kushtetuese dhe ndrimin e emrit. Gjithçka kanë mbledhur, gjithçka kanë hedhur. Çdo grumbullim i gjërave nga ky vend i shenjtë i mbrojtësve të sovranitetit të shtetit do ta konsiderojmë si brutalitet politik dhe policor, dhunë, diçka që nuk guzon të ndodhë në një vend demokratik. Pas një njoftim, pas gjë erdhen dhe në shkatruan me qëllim që të mos e shprehim të vërtetën. Kjo që po na ndodh neve është dhunim. Sipas ligjit për rent komunal kemi detyrim që parqet dhe hapësirat e gjelbra t'i mbajmë të pastra dhe të rregulluara. Marr parasysh se askush nuk ka kërkuar prej nesh leje që ta shfrytëzoj parkun, ndërsa e ka shfrytzuar disa muaj me radhë. Brëm qyteti i Shkupit së bashku me MPB-n i larguam, jo njerëzit, por gjësendet, sepse njerëz nuk kishte. Ndërkohë përveç Aleksandr Trajkovski dhe një tjetër i punësuar në Dogan ka vizituar azilanti Nikola Gruevski në Budapest. Një të tillë e konfirmoi drejtori i Doganës Gjoko Tanasovski, personi i cili është parë duke drekuar në një restoran në Budapest me Gruevskin nga pamjet e portalit hungares 24, është i punësuar në sektorin për kontrolle dhe hetime në Dogan. Ai ka shfrytzuar pushimin vjetor për të shkuar në Hungari. Drejtori i Doganës Tanasovski thotë se nuk mund të pengojmë të punësuarit dhe se ata mund të shkojnë ku të duan në jetën e tyre private. Të dy të punësuarit e Doganës që kanë qenë në vizitë te Gruevski vazhdojnë punën rregullisht. Aleksandr Trajkovski, i cili është i akuzuar në lëndën e prokurorisë speciale dhuna në qendër, deklaroi se ka qenë në Budapest për kontroll për sinuset. Personi i dytë që shihej në pamje ka marrë detyt nga pushimi vjetor dhe ka shfrytzuar një ditë të lirë që e kishte në dispozicion. Nuk dua të zbuloj më shumë detaje sepse përveç arratisjes së Gruevskit. Prokuroria e krimit të organizuar zhvillon edhe procedurë tjetër dhe së shpejti do të njoftohen në publiku. Ne si Dogan nuk mundemi të ndalojmë apo të përzihemi të punësuarve tanë se ku do të shkojnë në jetën e tyre private. Për të dy të punësuarit kemi hetime të cilat do të tregojnë se ka pasur keqpërdorime. Ndërkohë, për të parandaluar prishjen e objektit Kosmos, djali i investitorit Fiat Sanoski ka kërkuar ndihmë nga Ali Ahmeti dhe Orce Kamçev, për të njëjtën nuk e ka marrë. Ahmeti ka thënë se ky rast është vështirë të zgjidhet sepse babai i tij e ka lëshuar koalicionin me VMRO-n dhe nuk ka hyrë në koalicionin as me BDI-n. Kamçev nga ana tjetër i ka thënë se është i afërt me Mjallkovin, por se ai nuk ishte të bënte fare me prishjen e objektit. Sefer Canovski, djali i biznesmenit Fiat Canovski, në seancën për rastin TNT për prishjen e objektit Kozmos, dëshmoi se në vitin 2011 deri në vitin 2012 ai ka kërkuar ndihmë nga politikan dhe biznesmen për ta ndaluar procesin. Përmes zëvendës kryeministrit të atëhershëm Musa Xhaferi ka dakorduar takim edhe me liderin e BDI-s Ali Ahmetin. Përgjigjja e Ahmetit ishte:
Para se të vij, unë u dëgjova për shkak se babai juaj u larguan nga koalicioni me VMRO-DPMN dhe shkoi me LSDM-n, ndërsa nuk ka ardhur as me BDI-n. Shumë vështirë që ky rast të zgjidhet. Canoski para gjykatës tha se kishte kërkuar ndihmë edhe nga fqinji i tij atëhershëm, biznesmeni Orce Kamçev. Ai i kishte thënë se është i afërt me Sasho Mjallkov, por se Mjallkov nuk ka gisht në këtë rast, por se për këtë drejt për drejt ka intervenuar kryeministri i atëhershëm Nikola Gruevski. Përveç Canovskit me propozim të speciales, dëshmuan edhe 3 persona. Në TNT të akuzuar janë Nikola Gruevski, ish ministri i transportit dhe lidhjeve Milja Janakievski, ish kryetari i komunës së Gazibabës Toni Trajkovski dhe 4 persona të tjerë. Të gjithë ngarkohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Sipas speciales, objekti Kozmos është prishur pas një procedure të shpejtë tenderimi për prishje madje me eksploziv për shkak të hakmarrjes politike kundër investitorit Fiat Canovski. Me prishjen është shkaktuar dëm prej 16 milion euro, ndërsa në mënyrë plotësuese për komunën e Gazibabës dëmi është 3 milion denar. Ndërkohë, Agjencia Teknike e Operative u tha se do të ketë të drejtën ekskluzive për përgjim, por me ndryshimet në shërbimet e sigurisë pritet që edhe DSK-ja e tanishme të ketë pajisje dhe të drejtën e përgjimit. Ajo do të njihet si agjencia për zbulim të brendshëm dhe do të drejtohet nga drejtori dhe 3 zëvendësit e tij. Pushteti planifikon edhe formimin e një këshilli për koordinim të njësive të sigurisë drejtuar nga kryeministri, që mund të bien ndesh me kompetencat e Këshillit të Sigurisë të drejtuar nga presidenti. Edhe Agjencia për Zbulim të Brendshëm ose Drejtoria e Deritanishme e Sigurisë dhe Kundër Zbulimit do të ketë të drejtën e ndjekjes së telekomunikimeve. Edhe pse muaj më parë filloi me punë Agjencia Teknike Operative, e cila u tha se do të kishte të drejtën ekskluzive të përgjimit me ndryshimet në ligjin për DSK-n, Agjencia e Ardhshme për Zbulim të Brendshëm madje do të ketë edhe pajisje të saja për përgjim. Masa për ndjekjen dhe incizimin e komunikimeve telefonike dhe të tjerave elektronike e parashikuar me ligjin për ndjekjen e komunikimeve mund të realizohet edhe me ndihmën e pajisjeve të posaçme teknike, të cilat mundësojnë zbatimin e masës pa ndërmjetësimin e ATO-s dhe operatorëve. Që ATO-ja do të kishte të drejtën ekskluzive të përgjimeve e ka thënë disa herë dhe Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski. Kjo për shkak të mënjanimit të mundësive për keqpërdorim të përgjimeve siç ishte praktik në të kaluarën. Министерството за вътрешни работи, odnosno upravата за bezbednost. Ministria e Punëve të Brendshme, gjithsesi Drejtoria për Siguri dhe Kundër Zbulim, nuk kanë qasje direkte te pajisja për ndjekjen e telekomunikimeve. Ministria, gjithsesi Drejtoria, nuk din dhe nuk kanë të dhëna për zbatimin e masave të veçanta hetuese, të cilat janë me kërkesë të organeve tjera të autorizuara për ndjekjen e telekomunikimeve. Dhe më rëndësishmja, Ministria, gjithsesi Drejtoria, nuk kanë qasje në përmbajtjen e komunikimeve përveç për masa që janë me kërkesë të drejtorisë dhe për të cilat ekziston miratim nga gjykata. Agjencia e cila do të zëvendësojë DSK-n dhe do të veprojë jashtë Ministrisë së Punëve të Brendshme do të ketë drejtor dhe 3 zëvendës të tij. Drejtorin e propozon kryeministri dhe zgjedh kuvendi. Gjatë punësimit të kuadrove në Agjencinë për Zbulim të Brendshëm parashihet të respektohet përfaqësimi i drejtë etnik, por nuk dihet nëse ndonjëri nga zëvendës drejtorët do të jetë shqiptar. Punën e saj do ta mbikëqyr kuvendi nëpërmjet komisioneve, avokati i popullit dhe këshilli për mbikëqyrje qytetare. Pushteti planifikon edhe formimin e një këshilli për koordinim të njësive të sigurisë dhe zbulimit, të cilën do ta udhëheqë kryeministri Zaev, kurse do të përbëhet nga Ministri i Brendshëm, Ministri i Mbrojtjes, Ministri i Jashtëm, Ministri i Financave, Drejtori i Agjencisë për Zbulim të Brendshëm, Drejtori i Agjencisë së Zbulimit dhe drejtuesi i Shërbimit për Siguri Ushtarake dhe Zbulim. Qëllimi i koordinimit të njësive të sigurisë dhe zbulimit është vendosja e mekanizmave për veprim në kohë dhe gjithëpërfshirës me rreziqet e sigurisë dhe nivelet të kërcënimeve të sigurisë kombëtare. Kompetencat e këshillit janë akoma të paqarta dhe mund të bien ndesh me Këshillin e Sigurisë me të cilin udhëheq presidenti i vendit. Universiteti Nën Tereza do të ndryshojë sërish lokacionin. Përveç kësaj ka ndryshuar edhe vendin e ndërtimit të objektit të ri. Qeveria ka ngurë se doganimi i çelikut nuk do të ndikojë ndaj ekonomisë. Kompanitë thonë se dëmet do të jenë shumë të mëdha.
Vazhdojmë me lajmin e radhës i ndarë mes shkollës fillore, Kongresi i Manastirit dhe lidhjes së sindikatave. Universiteti Nën Tereza do ta ndryshojë përsëri lokacionin për realizimin e procesit akademik. Përveç kësaj ka ndryshuar edhe lokacioni për ndërtimin e objektit të ri. Kjo ndikon në shtyrjen e afateve që universiteti të gëzojë hapësira të reja dhe të përshtatshme. Universiteti Nën Tereza do të ndryshojë përsëri hapësirat për realizimin e procesit akademik deri në ndërtimin e objektit të ri. Ministria e Mbrojtjes po bën përgatitjet e fundit që t'i lëshojë universitetit 2 objektet brenda kazermës së Ilindenit, të cilat UNT-ja do t'i shfrytëzojë përkohësisht për mësim. Me këtë është ndryshuar edhe lokacioni në të cilin do të ndërtohet objekti i ri. Rektori Aziz Pollozhani gjatë prezantimit të punës së UNT-s për vitin 2018 theksoi se nuk dihet sakt nëse ndryshimi i lokacionit për ndërtimin e objektit të ri do të ketë ose jo implikime financiare shtesë, por se projekti bas nuk pritet të ndryshojë. Pra të ndrojnë elementet të cilët lidhen me kushtet e ndërtimit. Ne elementet tjera të ndryshimit të objektit, sipas asaj që ne kemi bisedu, ne nuk parashohim. Dhe a do të ketë argjime më shumë apo më pak, do të jetë çështje e bisedimeve ku në konkluzin e qeverisë do të jetë jo vetëm universiteti i kyçën, por do të jetë instanca të tjera të cilët faktikisht do të jenë, si thosh, pjesë e zgjidhjes të kësaj çështje. Pollozhani pranon se akoma vazhdojnë sfidat e Universitetit Nën Tereza për organizim të strukturave të brendshme, duke pranuar se dekanët akoma janë ushtrues detyre tashmë 3 vite, edhe pse sipas ligjit, mandati i ushtruesit të detyrës dekan nuk mund të jetë më i gjatë se 6 muaj. Megjithatë, për këtë ai përgjegjësinë e hedh tek kuvendi, i cili akoma nuk ka miratuar statutet e përditësuara të universiteteve, që pas ndryshimit të ligjit për arsim të lartë në kohën e ish-ministres së arsimit Renata Deskoska. Arsyet unë nuk i di, arsyet e di që ka disa si them, pozicionet të ndryshme për disa çështje që burojnë nga paqartësitë e ligjit. Dhe njëna anë i shef ndryshe, tjetra anë pretendon ndryshe. Nuk janë për mua çështje të pakalueshme ose të pa zgjidhshme, por pse ka mbet pa u zgjidh, unë ja lë në një farë mënyrë ta qym kështu fajin prioriteteve tjera që ka parlamenti. Objekti i ri i UNT-s në total pritet të kushtojë rreth 25 milion euro, kurse projekti bas ka kushtuar rreth 57 milion denar. Nga universiteti presin që deri në shtator të vitit të ardhshëm të përfundojë përshtatja e ambienteve ekzistuese në kazermën Ilinden dhe të fillohen procedurat për ndërtimin e objektit të ri, që do të marrë rreth 3 deri 4 vite. Ndërkohë edhe përkundër që kreu i Gosivarit, Arben Taravari dhe Ministri i Arsimit Arber Ademi shprehën se është e nevojshme që të ulet topi dhe të gjendet një gjuhë e përbashkët për zgjidhjen e problemeve rreth themrimit të drejtorëve në shkollat e Gosivarit, një gjë e tillë në praktik vështirë e realizueshme. Sërish anulohet konkursi për emërimin e drejtorit në shkollën e Çegranit. I pari i Gostivarit Arben Taravari dhe Ministri i Arsimit Arber Ademi akoma nuk kanë gjetur gjuhë të përbashkët për zgjidhjen e problemeve në fushën e arsimit. Taravari dhe Ademi ndonëse shprehen të vetëdijshëm se zgjidhja qëndron tek depolitizimi i arsimit, një gjë e tillë rezulton e parealizueshme në praktik. Në këtë drejtim u anulua dhe konkursi i fundit për drejtor në shkollën e Çegranit. Kisha gabime dhe shkelje ligjore, e pranoj para opinionit dhe tash jemi duke i rizgjedh drejtorët e ri, po përsëri po e them. Dua të gjejmë formulë ku më duhet edhe ndihma, e kam thënë, edhe të institucioneve jo qeveritare, edhe të qytetarëve, edhe të veteranëve të arsimit, që me të vërtet në shkollat të udhëheqin njerëz të cilët meritojnë. Ne i dim në çdo shkollë ne të Gostivarit i dim kush janë profesorët apo arsimtarët më të mirë për të udhëhequr ato shkolla. Ndërkohë Ministri i Arsimit Arber Ademi tha se bashkëpunimi për fushën e arsimit do të vazhdojë me çdo komunë pavarësisht se cilës parti i takon, kuadri që udhëheq atë. Ademi shtoi se duhet respektuar të gjitha procedurat ligjore gjatë shpalljes së konkurseve për drejtor. Gjithashtu çka nuk është e pëlqyeshme, gjithashtu çka nuk i kontribon krijimit të një klime të mirë të bashkëpunimit, është edhe anulimi i njëanshëm edhe të përzgjedhjes së drejtorëve, edhe pse afati përpara shtresa, ankesa lidhur me ndonjë lëshim të caktuar procedural ka kaluar. Por megjithatë, mbetemi të përkushtuar që të respektojmë gjitha dispozitat ligjore, po edhe të kultivojmë një frymë bashkëpunimi të mirë, të krijojmë një klim të mirë, energji pozitive
për hatër edhe të fëmijëve tanë, për hatër të nxënësve. Ademi dhe Taravari, këto komente i këmbyen në gjatë lëshimit në përdorim të sallës sportive në shkollën fillore Mustafa Kemal Ataturk në Gostivar. Ndryshe, më 23 nëntor, komunës së Gostivarit ju kthyen kompetencat në fushën e arsimit, konkretisht e drejta e kryetarit për të shkarkuar dhe emëruar drejtorët e shkollave, e drejt kjo që ju mor në shkurt të këtij viti. Ndërkohë qeveria dhe biznesmenët me qëndrime të kundërta rreth pasojave nga doganat për importin e çelikut nga BE-ja. Qeveria thotë se kjo nuk do të ndikojë në ekonomi. Kompanitë shprehen se dëmet do të jenë të mëdha ndërsa sindikata mban qëndrimin se punëtorët do të mbesin pa punë. Kufizimi i eksportit të çelikut në Bashkimin Evropian nuk do të ndikojë negativisht ndaj bruto prodhimit vendor, pohon zëvendës kryeministri Koço Anxhushev. Kompanitë që janë pjesë e industrisë së çelikut nuk do të pësojnë dëme pasi rregullat e reja të Unionit do të nënkuptojnë se kompanitë mund të eksportojnë aq sa kanë eksportuar në 3 vitet e fundit, plus të arrisin eksportin deri në 5%. Megjithatë, Anxhushev pranon se 5 kompani vendore do të goditen nga kjo masë e Bashkimit Evropian. Shkade e problemet. Problemet e tamo ako neko do vije kompani. Ku qëndron problemi? Problemi qëndron se nga këto kompani, ndërsa të tilla ka, për shembull, Maxsteel ka pasur prodhimtari shumë më të ulët në 3 vitet e fundit, ndërsa për vitin e ardhshëm paralajmëron prodhimtari dukshëm më të lartë. Në këtë rast ata nuk mund ta eksportojnë në Bashkimin Evropian. Është saktë se kjo do të ketë efekte negative, por nuk do të thotë se kjo do të ketë humbje, por se duhet të kenë kufizime në planifikimet e tyre dhe pritjet e tyre. Se masa e këtill seriozisht do ta godas biznesin, dje alarmoi edhe drejtori i Maxsteelit Mitko Koçovski. Edhe pse ende po i bëjnë për llogaritjet, humbje do të jenë mbi 100 milion euro, shton Koçovski. Këtë shifër e konteston Anxhushev, i cili thotë se humbje do të jenë shumë më të vogla. Nga sindikata e industrisë së metalit akuzojnë se problemi është më serioz nga ajo që autoritetet e prezantojnë. Mnogo seriozen problem. Problemi është shumë serioz, do t'i përdorim të gjitha argumentet. Do të kërkojmë nga kompanitë të mos ndikojë kjo tek punëtorët, sidomos të mos ketë largime ndërsa të domosdoshme do të jenë pushimet e detyrueshme nëse masat zbatohen në muajin shkurt dhe do të zgjasë 3 vitet e ardhshme. Që në fillim mendohet të reduktohet prodhimtaria deri në 40%, ndërsa po aq do të jenë të rrezikuar punëtorët nëse nuk gjejnë zgjidhje alternative. Në biznesin e çelikut në Maqedoni punojnë rreth 4.000 punëtor, por sipas për llogaritjeve, në mënyrë indirekte në këtë industri përfshihen mbi 10.000 persona. Shifrat tregojnë se 70% nga çeliku i prodhuar nga vendi shkon në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe pse qeveria tentoi të negociojë me Komisionin Evropian, nga Brukseli nuk heqin dorë nga masa për 25% dogan, pasi të plotësohen kuotat e çelikut të eksportuar nga vendet që nuk janë pjesë e BE-s. Këto masa Unioni i vendosi si përgjigje ndaj politikanëve të Amerikës, pasi SBA-t kufizuan importin e prodhimeve të çelikut nga Kina dhe BE-ja. Ndërkohë, më shumë se 200 fëmijë janë vaksinuar apo rivaksinuar gjatë 4 ditëve të fundit si pasojë e shpalljes së epidemisë së fruthit në Radishan të Shkupit. Autoritetet shëndetësore njoftojnë se nuk ka raste të reja të prekurve nga fruthi, ndërsa epidemiologët thonë se pavarësisht kësaj rreziku për raste të reja të prekurve ekziston. Ndërkohë, Qendra e Shëndetit Publik vazhdon ende kontrollimin e kartelave të vaksinimit në shumë komuna të vendit, me qëllim që të regjistrojnë fëmijët e pavaksinuar dhe të njëjtëve t'ju mundsohet vaksinimi i jashtëzakonshëm. Gjatë javës së shkuar, Komisioni për Sëmundjen ngjitse shpalli epidemi të fruthit në Radishan të komunës së Butelit, pasi 6 persona ishin regjistruar me fruth. 5 prej tyre fëmijë të Qerdhes në Radishan, e cila pas shpalljes së epidemisë u mbyll me qëllim që infeksioni të mos zgjerohet. Ndërkohë, rreth 1 milion euro ka shpenzuar qyteti i Shkupit për ndërtimin dhe rikonstruimin e shtigjeve për biçikleta. Qyteti i Shkupit gjatë vitit që po lëm pas ka ndërtuar mbi 14 kilometra shtigje për biçikleta me qëllim të uljes së numrit të makinave që janë në qarkullim. Si pjesë më problematike për ndërtimin e këtyre shtigjeve, paraqitet rruga Cvetan Dimov në Çajir, një pjesë në Kiselavod dhe një pjesë e rrugës Rooseveltova. Kjo për shkak se rrugët janë shumë të ngushta ose nuk kanë as pak trotuare. Izgradeni se i rekonstruirani se novi. Janë ndërtuar dhe rikonstruar 14.6 km shtigje për biçikleta dhe shtigje për kombësor në vlerë prej 56.5 milion denar. Për herë të parë janë ndërtuar shtigje për biçikleta në rrugët e qytetit në komunat Kiselavoda, Çajir, Butel dhe Gjorgje Petrov.
Shkupi duhet të ishte qyteti biçikletave që në vitin 2015, por deri në vitin 2017 u ndërtuan vetëm 60% nga ajo që ishte planifikuar për shtigjet për biçikleta. Për një vit kemi arritur të ndërtojmë 20% të këtyre shtigjeve dhe arritëm në 80%, një rrjet i duhur për të lidhur të gjitha rrugët. Vazhdime të rejat e tjera, Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se tarifa vendosur ndaj mallrave serbe është e drejtë e Kosovës dhe se përmes saj po e mbrojnë sigurinë kombëtare. Kryeministria e Serbisë vazhdon të dërgojë letra shteteve, i ka dërguar edhe Shqipërisë për të tërhequr njohjen e Kosovës. Pra përderisa Serbia ka këtë qasje, atëherë kuptohet shumë mirë se çfarë kemi vepruar ne, ka thënë Haradinaj. Kryeministri i Kosovës ka përsëritur disa herë se nuk do të tërheqë tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës derisa të ndodhë njohja e Kosovës. Heqjen e tarifës e kanë kërkuar zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian, si dhe Serbia, e cila ka vendosur të mos vazhdojë dialogun me Kosovën derisa të shfuqizohet kjo masë nga ana e autoriteteve në Prishtinë. Bashkësuesi i dialogut, domoni delegacionit, bashkësues me zotin Ahmeti, me siguri ata e din, pra, po thëmë ato afatet kohore dhe si do të veprojnë. Tani në më shumë nuk muj me komentu për angazhimet e tyre, sepse ata kanë marrë besimin e parlamentit, po qeveria do t'i përkrahë, për ne ju përgatisim materien e nevojshme. Saj për këtë taksë që e dini, taksa është e drejtë e jona, ne mbrojmë sigurinë tonë kombëtare. Ju shihni kryeministja e Serbisë vazhdon me letra për qeveritë ndryshme, nuk i ka marrë me i dërgu një letre edhe Edi Ramës me kërku tërheqjen e njohjes. Pra përderisa Serbia ka kësi qasje, atëre kuptohet që shumë mirë çka kemë vepruar ne. Ndërkohë besimtarët e krishterë kremtojnë Krishtlindjet. Papa Francesku ka kërkuar nga njerëzit në vendet e zhvilluara të kërkojnë një jetë më të thjeshtë, më pak materialiste, si dhe dënojnë ndarjen e thellë midis të varfërve dhe të pasurve. Papa Francesku i bëri vërejtje gjatë një shërbese në Bazilikën e Shënt Pjetrit në Vatikan në meshën tradicionale të Krishtlindjes. Papa tha se lindja e Jezusit në varfëri duhet të bëjë që të gjithë të reflektojnë mbi kuptimin e jetës. Ai tha se lindja e Krishtit vuri në parë një mënyrë të re të jetuarit, jo duke ngrënë e grumbulluar, por duke dhënë dhe ndarë me të tjerët. Krishtlindjet sot i festojnë kishat ortodokse greke, bullgare, rumune, ukrainase dhe gjeorgjiane, të cilat e pranuan kalendarin gregorian. Bota tjetër ortodokse, cila udhëhiqet sipas kalendarit julian, mes të cilëve edhe kisha ortodokse ruse, serbe dhe maqedonase, Patriarkana e Jerusalemit, si dhe një pjesë e murgjeve në Malin e Shenjtë, Krishtlindjet i festojnë më 7 janar. Shikues të nderuar, këtu përfundojmë lajmet. Bashkë mirëpafshim.